Çifti më i komentuar i showbizit shqiptar Luizi dhe Kiara kanë ndezur sërish rrjetin me një postim që ka ngjallur kuriozitet dhe spekulime të shumta. Në një fotografi të publikuar nga darka e tyre romantike, ku duken të buzëqeshur dhe të përqafuar, vëmendje nuk e mori pamja, por përshkrimi i Luizit: "Po bëjmë sikur jemi bashk." Deklarata e tij misterioze shpërtheu menjëherë në komente të shumta. Ndjekësit nisën të dyshojnë nëse çifti është ende i bashkuar apo nëse kemi të bëjmë me ndonjë shaka ironike në stilin tipik të Luizit. Disa fansa e morën me sportivitet, duke interpretuar si një batutë dashamirëse, ndërsa të tjerë filluan të aludojnë për ndonjë krisje të fshehtë në marrëdhënien e tyre. Mos vallë është sinjal për një ndarje, ka diçka që s'shkon, ishin disa nga komentet e shumta që u derdhën në postim. Luizi dhe Kiara janë përfolur vazhdimisht që pas daljes së tyre nga Big Brother VIP, ku historia e tyre dashurore mori vëmendjen e publikut shqiptar. Edhe pas spektaklit, ata kanë qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, duke ndarë momente intime dhe bashkëtesën e tyre. Por kjo deklaratë, sado e shkurtër, riktheu zërat mbi stabilitetin e marrëdhënies së tyre, duke lënë të gjithë me një pyetje në mendje: po bëjnë shaka apo po fshehin diçka?